Kryeministri në detyrë Albin Kurti për herë të parë foli për antarësimin e Kosovës në Bordin e Paqes që udhëhiqet nga SHBA-t, duke mos përmendur në nënshkrimin e presidentes Vjosa Osmani në kartën e Bordit të Paqes, që u bë në një ceremoni të udhëhequr nga presidenti Donald Trump në Davos. Kurti tha se dëshiron që Forca e Sigurisë së Kosovës të ketë një rol në Gaza. Kemi filluar së pari me pjesëmarrjen tonë në Forcën Ndërkombëtare Stabilizuese për Gazën, dhe aty unë e di që Kosova është përfaqësuar në konferencën në Doha në Katar nga Bashkimi Jashari. Kemi shprehur gatishmërinë tonë që të marrim pjesë këtu, ku FSK-ja është e mirënjohur për kërkim shpëtim dhe deminim dhe jo vetëm. Ne kemi qenë të interesuar që të marrim pjesë në organet vendimarrëse politike. Për këtë forcë procesi do të ecë më tutje. Këto komente Kurti i bëri pasi u pyet nga gazetarët pas një takimi që pati me Odën e mjekëve. Kurti tha se ende se ka mandatin e plotë si kryeministër, por shtoi se dëshiron që Kosova të kontribuojë për vendosjen e paqes në vendet e botës që ka nevojë. Unë jam kryeministër në detyrë, nuk jam ende në mandatin tim të tretë, kudo që ka nevojë për paqe në botë, ne dëshirojmë që të kontribuojmë sepse kemi qenë përfitues të paqes në vendin tonë përmes forcave ndërkombëtare. Andaj tash duam që të marrim pjesë me forcat tona dhe kapacitetet tona edhe në paqe në vende të ndryshme në botë. Ai madje përmendi edhe 500.000 euro të dërguara në Gaza dhe tha se këtë do ta vazhdojnë me ndihma të tjera për komunitetin palestinez atje. Kryeministra, jeni kritikuar pse nuk keni përkrahasur, keni komentuar lidhur me antarësimin e Kosovës në Bordin e Paqes, me qenë se edhe ju keni qenë në Davos, a keni qenë pjesëmarrës aty? Edhe me 31 dhjetor keni deklaruar se në fillim vitit keni mu taku me presidenten Osmani për të diskutuar lidhur me mandatin e dytë presidencial potencial të saj, a jeni taku edhe a mbështetni? Ne kemi filluar së pari me pjesëmarrjen tonë në Forcën Ndërkombëtare Stabilizuese për Gaza, dhe aty unë e di që Kosova është përfaqësuar në konferencën në Doha në Katar nga general lejtnant komandanti i FSK-s Bashkim Jashari. Pra ne kemi shprehur si Republikë e Kosovës gatishmërinë tonë që të marrim pjesë në këtë forcën stabilizuese ndërkombëtare, ku natyrisht që FSK-ja është e mirënjohur tashmë për kërkim shpëtim dhe për deminim, por jo vetëm. Me qenë se do të marrim pjesë në forcën stabilizuese ndërkombëtare, ne kemi qenë të interesuar që natyrisht të marrim pjesë edhe në organet vendimarrëse politike për atë forcë stabilizuese ndërkombëtare. Tash procesi do të ecë më tutje. Unë jam kryeministër në detyrë, nuk jam ende në mandatin tim të tretë, por kudo që ka nevojë për paqe në botë, ne dëshirojmë që të kontribuojmë, sepse kemi qenë përfitues të paqes në vendin tonë nëpërmjet forcave ndërkombëtare, andaj tash duam që të marrim pjesë me forcat tona dhe kapacitetet tona edhe në paqet në vende të ndryshme në botë. Sa i përket Gazas, ju e dini që ne i kemi ndarë gjysmë milioni euro si qeveri dhe ky është një proces që do të vazhdoj edhe në vijim. Ndërkaq sa i përket takimit me presidenten, padyshim që ne jemi në komunikim edhe jemi takuar, por ta keni parasysh që ai do të jetë hapi i katërt. Ne pas certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve dhe trajtimit të gjitha ankesave të mundshme kemi nevojë për 3 hapa paraprak. I pari është konstituimi i kuvendit, i cili nënkupton zgjedhjen e kryetarës apo kryetarit dhe të 5 nënkryetarëve. Pastaj është formimi i qeverisë dhe na duhet që menjëherë të fillojmë me vendimet për marrëveshjet ndërkombëtare. I kemi 3 marrëveshje me Bankën Botërore, edhe kemi planin e rritjes së Bashkimit Evropian, i cili është në shumën e gjithë mbashme për 882.6 milion euro, ku rreth 30% janë grante, ndërkaq 70% janë kredi, e unë besoj që në raport me opozitën, tek marrëveshjet ndërkombëtare, po te konstituimi i kuvendit dhe formimi i qeverisë, do ta shohim se apo ja fillojmë një kapitull të ri, i cili dallon prej atij vitit 2025 që porsa e kaluam. Pra neve na duhet në kuvend ta shohim se a ka atmosferë për një raport të ri qeveri-opozit. Unë nuk mund ta them këtë paraprakisht, por padyshim që muaji i shkurt, i cili, siç e dini, nis në këtë fundjavë, është muaj i cili do të na tregojë neve se a do të mund të hapim një kapitull të ri të raporteve tona. Ne populli na ka dhënë një mbështetje shumë të madhe, që është përgjegjësi e lartë për neve,
për formimin e qeverisë nuk do të kemi asnjë problem, por për 2/3 e votave, kur nevojitën në kuvend, prej marrëveshjeve ndërkombëtare e deri te rizgjedhja e presidentes apo zgjedhja e presidentit, ne kemi nevojë për bashkëpunim me opozitën, por nga ana jon gatishmëria dhe interesimi ekziston. Në muajin shkurt do ta shohim se a ka gatishmëri e interesim edhe nga opozita.